shkëlqimi dhe rënja e Lali Erit. Erion Veliaj hyri në politik me ambicie të mëdha dhe një imazh energjik. Karriera e tij u bë e njohur gjatë periudhës kur u aktivizua në Partinë Socialiste, duke u shfaqur si një nga figurat më të reja dhe dinamike. Në vitin 2015 Veliaj u zgjodh kryetari i Bashkisë së Tiranës, duke marrë përsipër drejtimin e kryeqytetit. Fillimisht, populariteti i tij ishte i lartë, fal projekteve infrastrukturore, fushatave sociale dhe komunikimit të drejtë për drejtë me qytetarët. Ai u promovua si një figurë moderne e gatshme për ndryshime dhe inovacion në administratën lokale, por me kalimin e kohës, perceptimi publik ka ndryshuar drastikisht. Rënja e tij politike u thellua kur Veliaj u arrestua dhe ndodhet në burg për afera korruptive, duke tronditur opinionin publik dhe duke ngritur pyetje të mëdha mbi integritetin e institucioneve dhe menaxhimin e bashkisë. Mediat e pavarura dhe raportimet investigative kanë nxjerrë në dukje skemat e dyshimta financiare dhe keqmenaxhimet, duke shtuar presionin mbi figurën e tij dhe duke reduktuar ndjeshëm mbështetjen publike. Pyetja që lind është e qartë: si do të reagojë Veliaj për të rivendosur besimin e qytetarëve dhe për të shpëtuar imazhin e tij politik, kur aferat korruptive tashmë kanë çuar në burg dhe kritikat vazhdojnë të jenë në qendër të opinionit publik?